reforma që duan arritur, por edhe ndryshime që lidhen edhe brenda ligjit të arsimit. Kam kënaqësinë të kem në studio presidentin e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Shqiptar, Alma Lama. Përshëndetje, kënaqësi të kem në program. Faleminderit. Tani, unë do përpiqem që ta bëj sa më thjesht bisedën për mos u ndalë shumë te konteksti politik. Në ç'fazë jemi në arsimin shqiptar? Jemi gati ne të bashkojmë familjes së madhe të Bashkimit Evropian nëse flasim dhe referohemi arsimit konkret? Arsimi reflekton investimin. Ashtu si kurse është investuar, ashtu dhe e kemi. Çfarë thon prindrit, çfarë thon mësuesit, besoj ju media merr komente, merr opinione, jeni familjar, keni fëmijë, pra e njihni gjendjen e arsimit. Arsimi nuk është ai që shfaqet. Sipas propagandës. Arsimi ka mjaft probleme. Vazhdojmë të jemi eksperimentues. Do të thënë, ne gjithmonë prodhojmë. E rënd ta dëgjosh këtë në fakt, por ky është realiteti sipas jush. Ky është realiteti patjetër. Ne gjithmonë eksperimentojmë dhe propagandojmë. Do të marr së fundmi Festivali i Shkencave. E kishe dëgjuar ndonjëherë? Jo. Ja, e dëgjova nga unë. Se keni dëgjuar, Ministrja e Arsimit, Kumbaro, e ka bërë publik një festival shkencash. Që çfarë do prodhoj? Ç'është ky festival shkencash? Po, çdo ministre që vjen sill një qasje që në fakt qasje duhet të ngrihen mbi atë punë që është krijuar në vite, por tek ne ministër pas ministre prodhon asgjë. Ne në arsim kemi probleme shumë të mëdha. Jashtëzakonisht të mëdha. Nëse ndalim konkretisht dhe bëjmë kështu dhe më të kuptueshme edhe për qytetarët, të gjithë grupet moskursisht për prindrit që cilët i kanë fëmijët në prag, ndoshta vitin e ardhshëm për të ndjekur universitetin e lartë, ata që janë në gjimnaz, ata që janë në fillore, pra ku i shihni ju probleme kryesore dhe çfarë duhet t'i dorëzohet? Çfarë fokusi duhet marrin ato? Së pari, në qoftë se ne duam që të kthejmë, të bëjmë një arsim cilësor, duhet të vemi pranë prindërve, shkollave dhe mësuesve. Po. Përpara se të hedhim ide, të kuptojmë sa gati janë mësuesit të mbajnë mbi supe iden që propozohet dhe me çfarë mjete burimore dhe financiare do të realizohen. Për të bërë show, boll kemi bërë, mjaft kemi bërë. Nuk është korrekte fare që ne të vazhdojmë të bëjmë show. Sepse po ngrem supet, do bët këtu, do bët aty, do bët në këtë testim, do bët në këtë testim, do bët testim pas testimi. Ku jemi? Asgjë kundi nuk jemi. Politika po prodhon propagandë dhe nuk mbështetet në zërin e ekspertëve. Unë kam një eksperiencë jo të vogël në arsim, vide nga një familje mësuesi, arsimi nuk është në ditë të mira, arsimi ka probleme të mëdha. Bëhen arnimet të një pasnjëshme, mësuesit në momentin që unë flasë është një numër i konsiderueshëm, i demotivuar, me diplomat të tjetërsuara, do të thënë që në 2015 që ligji i arsimit lartë prodhoi një pakujdesi dhe një diskriminim brenda grupit të mësuesve të diplomuar para sistemit të Bolonjës. Nga ana tjetër, prodhuam një VKM të pagave për cilën ne kemi ndjekur dhe si sindikat disa hapa. Pra, mësuesit i kemi të demotivuar, mësuesit nuk i kemi të mirë paguar, pavarësisht se ish ministri Augerta Manastiliu bëri një propagandë madhe që rriti pagat, po patën një rritje sepse e tillë erdhi ofertë, kërkesa, çmimet, jetojmë me qira gati sa 80% e pagës së një mësuesi. Pra kjo është Tirana sot. Nuk e di, në varësi të qirave, ndoshta më vjen atyshme dhe tu bëj pyetjen e asaj teze që hodhi vetë kryeministri Rama për ndërtimin e një kampusi në qytetin e Durrësit për studentët. Qesharak. Edhe kjo është qesharak. Ju mund të pyesni studentët për këtë. Po pse është premtuar një kampus në Tiranë, ku është ai? Ku është kampusi i Tiranës? Pse si investohet te qyteti studenti? Sa orë do t'i marrë studentëve kjo ECEJAKE?
Dhe pagesë mbi të gjitha se Po sigurisht,